Pas shpalljes së aktgjykimit për vrasjen e Liridona Ademajt, familja Ademaj ka reaguar publikisht, ku falenderojnë të gjithë ata që i qëndruan pranë gjatë kësaj periudhe të vështirë. Në një postim të vëllait Leonardit, tregohet dhimbja e madhe që përjetoi familja pas humbjes tragjike. Ai thot se familja sot ndihet e lehtësuar nga siç thot dënimi i kriminalëve. Tutje Leonardi thot se Kosova duhet të bëhet një vend ku asnjë çik, asnjë grua nuk duhet të maltretohet, sulmohet apo vritet. Ja reagimi i plot. 1000 herë faleminderit. Nëse një ditë papritur e merr lajmin që vajza, motra apo familjarja të është vrarë, është një situatë për të cilën askush nuk është i përgatitur. Kështu na gjeti neve vrasja e Liridonës. Pikëllimi dhe mërzia që na kaploi nuk mund të përshkruhen me fjalë, sepse nuk mund të maten. Ato të pushtojnë dhe ta thyejnë zemrën. Në ato ditë ka diçka që ka rëndësi të veçantë dhe që mbetet gjithmonë me njerëzit, dhe ky është solidariteti i njerëzve dhe puna e institucioneve. Prandaj sot, derisa ndjehemi pak të lehtësuar nga dënimi i kriminalëve, duam të falenderojmë të gjithë ata që reaguan dhe na qëndruan pranë. Faleminderit mediave, gazetarëve dhe gazetareve që raportuan për rastin tonë. Unë si Leonard nuk kam pasur përvojë me media dhe më vjen keq nëse ndonjëherë nuk kam mundur të përgjigjem, por jam falenderues që më keni kuptuar mua dhe familjen time. Gazetarët në Kosovë kanë treguar nivel të lartë të etikës në raportimin e rastit tonë dhe për këtë i falenderojmë. Faleminderit publikut të cilët me mira mesazhe e komente nga e gjithë bota na mbështetën, na dhan forcë dhe na inkurajuan të luftonim për drejtësi. Faleminderit hetuesve, policisë, prokurorisë dhe gjykatës për punën që kanë kryer dhe profesionalizmin e tyre. Faleminderit avokatit ton Leutrim Sylla, përfatësimi i tij profesional para institucioneve, udhëzimet e tij për ne si familje dhe kujdesi personal që ka treguar, na kanë dhënë siguri të madhe dhe për këtë e falenderojmë shumë. Ky rast ka kërkuar shumë punë dhe Leutrimi ka punuar ditë e natë që ky rast të përfundojë sa më mirë. Faleminderit flutur akusarit, e cila nga dita e parë kur është vrarë Liridona ka qëndruar me ne, na ka udhëzuar, na ka ndihmuar dhe mbi të gjitha i ka qëndruar afër nënës tonë. Shumë njerëz mendojnë që flutura është familjare e jona. Ajo nuk është, por i kemi thënë shpesh që ti je bërë antare e familjes tonë. Në fund, duam të themi, Kosova duhet të bëhet një vend ku asnjë çik, asnjë grua nuk duhet të maltretohet, sulmohet apo vritet. Femicidi duhet të marrë fund dhe ne si familja Ademaj jemi në dispozicion që t'i bashkohemi çdo kauze dhe iniciative që ndihmon në ndaljen e femicidit. Me respekt të lartë, Leonard Ademaj me familje.